Kosova 3 herë më afër standardeve të BE-s në qeverisje se sa Shqipëria. Një realitet që tregon kush po ecën dhe kush po ngec. Sipas një studimi të fundit të Institutit të Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare, të publikuar nga revista Monitor, rezultatet janë tronditëse për Shqipërinë dhe një surprizë pozitive për Kosovën. Kosova është 3 herë më afër standardeve të Bashkimit Evropian në fushën e qeverisjes se sa Shqipëria. Në të njëjtën kohë, Kosova është 3-5 herë më afër BE-s në aspektin social se sa Shqipëria, një fakt që përgënjeshtron çdo pretendim të qeverisë shqiptare për rritje të standardeve të jetesës dhe afrimin me BE-n. Të dhënat flasin vetë. Nga grafiku i publikuar nga Monitor, që mbështetet në vlerësimet e Institutit të Vjenës, del se fusha Shqipëria-Kosova diferenca. Qeverisja 64 vite larg standardeve të BE-s, 26 vite larg Kosova 3 herë më afër BE-s. Sociale 71 vite larg BE-s, 19 vite larg Kosova 3-5 herë më afër BE-s. Ekonomike 53 vite larg 100 vite larg Shqipëria përparon më shumë ekonomikisht. Shëndetësia 39 vite larg 41 vite larg pothuaj njësoj. Edukimi diverging, po largohet nga BE, diverging të dyja në krizë arsimore. Mjedisi 100 vite larg 100 vite larg të dyja keq. Digitalizimi 9 vite larg 30 vite larg Shqipëria më përpara në teknologji. Infrastruktura 100 vite larg diverging Shqipëria shumë larg, Kosova po largohet nga standardi. Qeverisja, zemra e zhvillimit. Në çdo vend, cilësia e qeverisjes përcakton nivelin e zhvillimit, drejtësisë, luftës kundër korrupsionit dhe funksionimit të institucioneve. Fakti që Kosova vlerësohet vetëm 26 vite larg standardeve të BE-s, ndërsa Shqipëria plot 64 vite larg, tregon një realitet të hidhur për Tiranën. Pavarësisht propagandës, Shqipëria në drejtimin e Edi Ramës ka mbetur prapa në çdo tregues të demokracisë, transparencës dhe sundimit të ligjit. Në Kosovë, pavarësisht problemeve, ekziston një sistem më i hapur institucional dhe një presion më i madh publik ndaj politikës. Qeveria e Albin Kurtit, për shembull, ka ndërtuar një model më të përgjegjshëm të administratës publike, me përpjekje të qarta për luftimin e korrupsionit dhe për ndarjen e politikës nga ekonomia. Në Shqipëri, në të kundërt, pushteti është përqendruar në duart e një elite të vogël politike dhe ekonomike që kontrollon gjithçka, nga tenderat tek media, nga drejtësia tek institucionet e pavarura. Prandaj nuk është rastësi që Shqipëria ndodhet 3 herë më larg se Kosova në fushën e qeverisjes. Dimensioni social, një alarm për Shqipërinë. Treguesi social ma cilësinë e jetesës, barazinë sociale, ndihmën publike, shërbimet bazë dhe sigurinë sociale të qytetarëve. Sipas raportit, Kosova është vetëm 19 vite larg standardeve të BE-s, ndërsa Shqipëria 71 vite larg. Kjo do të thotë se, megjithse Kosova ka një ekonomi më të vogël, shoqëria e saj është më e drejtë, më e solidarizuar dhe më e barabartë se ajo e Shqipërisë. Në Shqipëri, hendeku mes të pasurve dhe të varfërve është thelluar ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Rritja e çmimeve, rënja e fuqisë blerëse, pagat e ulta dhe shpërngulja masive e të rinjve drejt emigracionit janë simptoma të një sistemi të dështuar që nuk prodhon mirëqenie. Kosova, ndonse e re dhe me probleme, po ecën drejt një modeli më social, ku të rinjt dhe punëtorët kanë më shumë mbështetje dhe ku qytetarët janë më të ndërgjegjshëm për të drejtat e tyre. Institucionet, Kosova po forcohet, Shqipëria po kalbet. Në analizën e Institutit të Vjenës, Shqipëria shihet si vend që po divergon, po largohet në fusha të ndjeshme si arsimi dhe mjedisi. Kjo tregon se reformat e shpallura me bujë janë kryesisht propagandë, jo përmirësim real. Ndërkohë, Kosova, edhe pse me sfida serioze, është në proces stabilizimi institucional. Shteti ligjor, kontrolli mbi korrupsionin dhe respektimi i institucioneve po ecin më mirë se në çdo vend tjetër të Ballkanit Perëndimor. Propaganda bie, faktet flasin. Ky raport është një shuplak për propagandën qeveritare në Tiranë. Ndërkohë që Shqipëria shitet si lideri i rajonit, realiteti është krejt tjetër. Kosova është më afër BE-s në qeverisje. Më afër BE-s në aspektin social. Dhe po tregon se demokracia funksionon më mirë atje ku politika nuk është kthyer në pronë personale. Urime Kosovës, që në pak vite ka arritur të tregoj se integrimi evropian nuk është çështje slogani, por vullneti për të ndërtuar shtet, drejtësi dhe barazi.
Ndërsa për Shqipërinë, ky raport është një pasqyrë që tregon fytyrën reale të një vendi që ndonse flet për BE çdo ditë, në praktik po largohet gjithnjë e më shumë prej saj.